Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin ton Rrëfime Jete për të ndarë lajmin dhe ngjarjen më të fundit. Do të ndalojmë tek vrasja edhe një herë e vajzës 25 vjeçare në Malishef Jetlira Foniqi, ku për herë të parë ka folur familjarja e saj, ka folur motra e Jetlirës në një faqe shqiptare, faqja quhet Pink Moment Kosova. Ajo në mënyrë të detajuar ka sqaruar situatën edhe rastin dhe e ka treguar deri diku problemin se çfarë ka ndodhur në familjen e motrës së saj. Vajza 25 vjeçare që ishte në pritjen e saj të ëmbël, në fëmijën e saj të parë. Përshëndetje. Unë jam motra e të ndjerës Jetlira Foniqi. Familja jonë është tu e kalu një situatë shumë të vështirë dhe shumë të dhimbshme, dhe as pak nuk na e lehtëson dhimbjen fakti që po shohim postime e shkrime të ndryshme ku po përmenden arsye si xhelozia e tradhtia, kur në fakt e vërteta e plotë e asaj që ka ndodhur ende nuk dihet, thot motra. Personi në fjalë, do me thënë bashkëshorti, ish bashkëshorti tashmë Jetlirës, ka jetuar në Gjermani për rreth 4 vite. Do me thënë ai ka qenë atje vetëm në Gjermani. Muajt e fundit ka qenë i burgosur në Gjermani për tentim vrasje dhe për afërsisht një muaj ka qenë në spitalin psikiatrik. Do me thënë djali në fjalë ka qenë i burgosur në Gjermani për tentim për vrasje dhe për afër një muaj ka qenë i shtrirë në spitalin psikiatrik në Gjermani, që do me thënë ka patur probleme mendore. Për rreth një javë ka qenë edhe i lidhur, sepse mjekët gjerman kanë konstatuar që gjendja e tij mendore nuk ka qenë as pak e mirë, edhe kanë pas dyshime edhe për skizofreni. Do me thënë, mjekët gjerman kanë dyshuar që djali në fjalë ka qenë edhe skizofren, e kanë mbajtur të lidhur. Edhe këtu në Kosovë ka fillu të marrë terapi, sepse nuk ka qenë as pak mirë. E motra jem, do me thënë motra ime thot, e ka fjalën për Jetlirën, që ka qenë shtatzën, për një muaj rresht e ka marrë me dorën e vet në përmjek, i ka ndejt afër dhe i ka dhënë kokrat edhe terapin që i kanë përshkru. Tu u mundu me ndihmu, do me thënë, Jetlira e ka marrë djalin në fjalë, e ka çuar në përmjek, është kujdesur për të, i ka dhënë të gjitha barnat, që ai të shërohet, do me thënë që ai të merr veten. Deri më tani, do me thënë motra thot kështu. E në fund, krimineli në fjalë na e mori motrën prej nesh. Do me thënë, ai përsëri ka vazhduar në të njëjtën rrugë, përsëri ka vazhduar në të njëjtin, do me thënë, në të njëjtën gjendje që ka qenë. Na e mori një vajzë, një motër, një nan që mezi ka prit me mbajt fëmijën e vet në krah. Sot na ka mbet veç dhimbja dhe një zbrasti që kur nuk ka me u mbushur më. Nuk po kërkojmë asgjë tjetër veç të vërtetës dhe drejtësisë për Jetlirën tonë. Ju lutem mos e ktheni dhimbjen tonë në thashë theme dhe mos nxirrni përfundime për diçka që nuk e dini. Për neve Jetlira nuk ka qenë thjesht një emër në një lajm, ka qenë motra jon, vajza jon dhe pjesë e familjes tonë, që sot na mungon përgjithmonë. Na kemi edhe fakte me mbështet këtë deklarat. Do me thënë, rasti në fjalë, motra e Jetlirës ka treguar, që do me thënë, edhe një herë pak ta shpjegojmë rastin që ta kuptoni. Bashkëshorti i Jetlirës, vajzës së vrarë në moshën 25 vjeçare në një fshat të Malishevës të Kosovës, e cila u vra në dhomën e saj të gjumit nga bashkëshorti i saj me pistoletën e vjerit të saj, do me thënë me pistoletën e babait të Egzonit, djalit në fjalë, është një histori shumë e thellë. Do me thënë, Egzoni ka jetuar për 4 vite në Gjermani. Në Gjermani ka patur tentim për vrasje
Dhe më pas, policia gjermane, këtu përfshirë edhe me mjekët, e kanë marrë dhe e kanë dërguar në spitalin psikiatrik. Do me thënë atje ku Exoni ka qëndruar për një kohë të gjatë në spital, pothuajse rreth 1 muaj ka qenë i shtrirë, por edhe i lidhur, që në kupton ka qenë shumë agresiv, gjendja e tij ka qenë shumë e rënduar dhe ka qenë shumë keq psikologjikisht, gjë që ndoshta nuk është ndjekur edhe më përpara, do me thënë nga familja. Nga ana tjetër, me kthimin e tij nga Gjermania, që në kupton, do me thënë Exoni ka kthyer nga Gjermania në familje, ku bashkëshortja e tij ka qenë 8 muaj shtatzën, bashkëshortja e tij, Jetlira, sot e ndjerë, do me thënë sot e vrarë nga bashkëshorti, ka vazhduar edhe pse shtatzëne ka shkuar me Exonin në përmjek, që ai të merr kurat e duhura që të shërohet dhe të jetë i dobishëm për familjen e tij dhe për fëmijën të cilin do cillte. Por mendja e Exonit, do me thënë ka qenë pikërisht në atë skenë të cilën ai e ka inskenuar në Gjermani, që do me thënë është një rrugë që lidhet, nëse ne e bëjmë kronologjinë, dhe nga një betejë që kanë patur këto të dy në dhomë, me patjetër që kanë patur një zëng, Exoni ka nxjerr pistoletën dhe ka vrarë bashkëshorten e tij, do me thënë Jetlirën. Nuk ka patur një luftë të atyre që thuan, që kam thënë gjithmonë, do me thënë duhet të jemi shumë të kujdesshëm në atë se ne çfarë akuzojmë. Do me thënë a ka qenë Jetlira xheloze, a ka qenë Exoni xheloz, etj etj. Familja thot ne kemi dëshmi për të mbuluar këtë deklaratë, nuk e flasim kot. Kemi të bëjmë, do me thënë, me një rast edhe më të rënd, edhe më të vështirë, gjë të cilën unë e kam thënë gjithmonë, e thash edhe në videot e më përparshme, që do me thënë duhet të jemi pak më të kujdesshëm drejt fëmijëve, sidomos edhe këto prindërit të cilët shikojnë që një djalë në martesë vërtet ka rëndesa psikologjike, vërtet është shumë keq psikologjikisht dhe është në gjendje që të bëjë gjithçka, do me thënë duhet punohet me atë djalë, duhet merret ai djalë anash dhe duhet investuar tek ai, sepse të shkatrosh të gjithë familjen, do me thënë pa esencë, mua më duket e palogjikshme, dhe këtu un pash vërtet një rrugë të palogjikshme që i ka ndodhur kësaj familje. Uroj që ky rast të jetë i fundit, edhe pse nuk është i fundit, vetëm ditën e djeshme, do me thënë kemi dëgjuar në Pej një vrasje të një gruas 80 e ca vjeçare nga ana e burrit, duke e rrahur, duke e dhunuar dhe duke ja marrë jetën. Do me thënë gratë shqiptare nuk mund të ikin nga ky tmerr i madh që i ka kapluar. Por gjithsesi, do me thënë, e vërteta e Jetlirës është kjo deri më tani, derisa policia të del me një deklaratë dhe shpresoj që të zbardhet ngjarja dhe jo të mbetet si ngjarjet e tjera që në fakt kanë mbetur të heshtura. Uroj me zemër të zbardhet ngjarja dhe të tregohet e vërteta për vajzën në fjalë se çfarë në të vërtet ka ndodhur dhe se si, do me thënë, është privuar kjo vajzë nga jeta. Deri më tani deklaratat e familjes janë këto. Ai djalë ju amori jetën e kësaj vajze dhe kjo është mëse e vërtet.